sjell këtu gjuhën e Molotovëve. Tani, edhe herë tjetër. Ai televizion është në Prokurorinë e Tiranës prej vitesh me denoncim me dokumenta për pastrim parash. Dhe natyrisht që unë nuk kam dalë më parë asnjëherë ta them këtë gjë hapur, por është koha që mediat të cilat ushqehen nga paraja e pist dhe që me para të pista paguajnë në dorë, ata të cilët rrokanisin kokën e njerëzve me gjithë farë gënjeshtrash, me gjithë farë sharjesh dhe shpifjesh, me gjithë farë nxitjesh dhe akuzash, minimalisht të përgjigjen përpara ligjit për burimet e tyre të financimit. Dhe kur ta kryejnë vettingun e tyre dhe kur ta bëjnë pastrimin e tyre nga denoncime të cilat nuk kanë qenë politike, se po të kishin qenë politike, do i kishit dëgjuar më përpara. Dhe nuk është i vetmi televizion. Ka dhe një televizion tjetër, që është i denoncuar për evazion fiskal masiv. Dhe të dy këto televizione janë bartësit e të gjithë pjesës dërmuese të gënjeshtrave, të shpifjeve, të sulmeve dhe të nxitjeve ndaj të gjitha rrugëve të gabuara për një demokraci. Kështu që edhe ajo që ndodhi sot është pjesë e gjithë kësaj panorame dhe është pjesë e qëllimit shpallur për të luftuar me çdo mjet qeverinë e zgjedhur demokratikisht dhe për të bërë me çdo mjet pis këto qoftë që punon për këtë qeveri, në këtë qeveri apo që mbështet të qeveri. Për të bërë pis njerëzit që e votojnë, duke i quajtur të gjithë të korruptuar, duke i quajtur të gjithë hajdut, duke i quajtur të gjithë patronazhiste, ku diun se çfarë, me gjithë patronazhistëve ata ju marrin të keqen, ndërkohë që Prokuroria e Tiranës rri dhe nuk e jep ende një përgjigje mirë apo keq për këto dy burime që helmojnë shqiptarët për ditë, njëri me para të pista, tjetri me evazion masiv. Çfarë lirie është kjo? Për cilën liri mund të flasim këtu? Dhe nuk kam asnjë problem të përgjigjem asnjë pyetje siç e keni vënë re, po kjo histori që të marrësh peng një konferencë shtypi me britma dhe me dhunë, është një histori që nuk ka për të përsëritur më këtu. Eksela Sheu, Euronews Albania, zoti Rama ka dy pyetje lidhur me vendimin e rrjedhshëm të parlamentit. Marsh tas nga disa deklarata të ambasadave në vendin tonë, si Gjermania, Italia, Malta, Olanda apo delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, a rrezikohet vendimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian pas vendimit të rrjedhshëm të parlamentit? Dhe së dyti, dje në seancë ka munduar 3 deputet të grupit tuaj parlamentar. Me tyre e Elisës Verbali dhe Fatmir Xhapaj. A do të trajtohet mungesa e tyre si një prishje e vendimit të grupit parlamentar dhe a do të ketë sankcione për ta? Unë fola në hyrje për deklaratat që u përmendët. Unë ato i lexoj, besoj unë në mënyrën e duhur, sepse ndryshe nga ju dhe nga ata që i lexojnë ndryshe dhe i komentojnë krejt ndryshe, unë jam në gjendje të përputh deklaratat me komunikimet e drejt për drejta që kam me subjektet që i kanë nxjerrë ato deklarata. Dhe ju thash që kemi pasur patjetër debat lidhur me çështjen dhe debati ka qenë shumë konstruktiv. Deklaratat nuk flasin absolutisht atë që thuhet në komentet që u bëhen atyre, sepse po t'ishte për të shkuar në atë drejtim,
nuk do kishin asnjë merak që të shkonin atë drejtim. Por deklarat flasim për domosdoshmërinë që të vazhdohet hetimi, të vazhdohet lufta kundër korrupsionit, etj. Kështu që unë kështu i kuptoj deklaratat dhe shoh asnjë problem dhe siç e thash dhe dje jam 100% i linjëzuar me çfarë shkruhet në deklarat për parimet. Për rastin konkret e kam thënë dhe përsëris. Nuk ka asnjë kusht për të ngritur dorën dhe për të arrestuar një person që nuk akuzohet për korrupsion, në radhë parë. Mund të akuzojë edhe për korrupsion dikush dhe pa prova, se nuk është parlamenti, e kam shpjeguar, nuk është parlamenti noteri i prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë nëse përmbushen apo jo kushtet, pa hyrë në meritën e çështjes. Unë nuk kam hyrë në meritën e çështjes, nuk hyrë në meritën e çështjes. Por nuk ka akuzë për korrupsion. E para, dhe e dyta nuk ka absolutisht nuk përmbushet asnjëra nga kushtet që të merret ajo mas. Kështu që pajtimet mund të vazhdojnë edhe kaq, nuk kemi asnjë shqetësim për të. Për sa i përket pastaj çështjes prezencës, votimit etj. Nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari i grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Muhamet Beliu, Top Channel. Zoti Kryeminist, pak më herët u shpreh se nuk ka asnjë pengim të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga buron kjo konfidencë e juaja pasi nga kjo sallë në të shkuarën ju kur Shqipëria bënte përpjekje në rrugtimin evropian, keni folur për vëndje skeptike të cilat nxirrnin yçkla rrugës për na penguar. Pse kësaj here ai votimi i djeshëm në parlament nuk do të përdoret nga ndonjë vend i caktuar në Bashkimin Evropian për të bërë pengesë në mbylljen e kapitujve që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian? Faleminderit. Sepse unë flas mbi bazën e fakteve që kam sot dhe flas mbi bazën e komunikimeve që ne kemi sot. Nuk flas se ç'do të ndodhi në të ardhmen. Unë flas sot. Dhe sot kemi këtë situatë. Kemi një diskutim që ka ndodhur, që nuk e mohoj, por që ka qenë plotësisht konstruktiv, dhe kemi një rrugë në cilën nuk shohim që të ketë dalë dikush dhe të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më parë, sepse në ndërkohë çdo gjë që ka të bëjë me këtë proces është punë e përditshme. Domthonë në Bruksel, në Tiranë, mes Brukselit dhe Tiranë punohet për ditë për këtë proces. Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Ky është fakti. Dhe thash, nëse do të ishte përmbajtja e atyre deklaratave e ngjashme me jehonën e deformuar që ju dha, do t'ju thosha që kemi një problem. Por nëse qëllimi i atyre deklaratave do t'ishte ajo që tha jehona, deklaratat do t'a thoshin vetë. Nuk do prisnin që t'ja u përkthenin në qimbellin të medias shqiptare. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Kryeministër, të mërkurën ju pritet në godinën qeveritare dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë. Cila ishte arsyeja e vizitës së saj dhe nëse mund të ndani diçka nga biseda me të apo diskutime që zhvilluat? Faleminderit. Ambasadori ka ardhur për të bërë një takim njohje, për diskutuar për disa çështje që janë çështje të interesit të lartë amerikan në këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal, që kanë të bëjnë me qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë, dhe nga ana tjetër keni parasysh që ambasadorja
e Shtetit Bashkuara në Athinë është një përfaqësuese botërisht e njohur në politikën amerikane, drejt për drejt e rrethit të ngushtë vendimarrës të presidentit të Shtetit Bashkuara. Zoti Rama, ju thoni që nuk ka ndryshim vullneti dhe nga ana e Bashkimit Evropian nuk keni pasur deri tani asnjë sinjal që mund të kenë ata një qasje ndryshe. Por ndërkohë, edhe pse vetëm 2 muaj në fakt kanë kaluar nga ky vit që ka 12 muaj, nuk ka ende sinjale që mund të ketë një konferencë për mbylljen e ndonjërit prej grup kapitujve të hapur dhe kryenegociatorja ka deklaruar në një konferencë për shtyp që 2026 do të jetë dhe viti ku do të mbyllen minimalisht gjysma e kapitujve të hapur. Dhe pyetja tjetër që lidhet po me këtë qasje. Ju keni publikuar një editorial së bashku me Aleksandr Vučić në 28 shkurt në një media gjermane, ku i kërkoni Bashkimit Evropian, ndërkohë që presim që ta antarësohemi me drejtat plota, ndërkohë t'ju ofrojnë vendeve kandidate një mundësi për të qenë pjesë e zonës Schengen dhe pjesë e tregut përbashkët evropian. Kjo nga Partia Demokratike, nga opozita, po shikohet si një ndryshim i kursit të qeverisë shqiptare. Ata kanë kërkuar, një grup deputetësh kanë kërkuar edhe një dëgjes me ju në parlament. A keni ju një koment, a është kjo një ndryshim i qasjes tuaj për Bashkimin Evropian? Faleminderit. Spari nuk ka pasur, se mbyllja e kapitujve është një plan i kalendarizuar. Dhe në këtë plan kalendarizuar nuk ka pas në plan të mbylljen e kapitull as në janar, as në shkurt, as në mars, që t'jemi të qartë. Mbyllja e kapitullit nuk është një proces ka që thjesht, dhe ndërkohë ajo që ju keni dëgjuar nga Ministria dhe kryenegociatorja është ashtu. Pra, në 2026 parashikohet një numër kapitull që duhet mbyllen, por jo në janar, shkurt dhe mars e para. E dyta, në këtë proces ne punojmë çdo ditë dhe çdo ditë shkëmbejmë me Brukselin. Kështu që natyrisht që e përsëris për 3-ën, 4-ën, 5-ën herë, çështja për cilën folëm më parë është një çështje që ka pasur vëmendje dhe për cilën ka pasur debat me disa. Por nga kjo të thuash që u bllokua rruga e Shqipërisë është një çmenduri. Është diçka komplet e pavërtetë. Për sa i përket pyetjes tjetër që ju bët, është për të ardhur keq, po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme, etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite, që është ngritur për një qasje ndryshe ndaj antarësimit. Unë nuk kam thënë ndonjëherë dhe as editoriali i mallkuar nga nuk po vë emër atyre që në Kosovë apo në Shqipëri e kanë mallkuar, nuk thot askund dhe nuk prezumon askund dorëheqje nga antarësimi në Bashkimin Evropian, përkundrazi. Por natyrisht që kjo është një temë që kërkon pak thellim për të kuptuar se për çfarë flasim. Dhe në mënyrë të përsëritur, unë kam thënë që Bashkimi Evropian, vendet antarë të Bashkimit Evropian dhe sidomos disa nga ato nuk e kanë kapacitetin, nuk e kanë, thjesht nuk e kanë kapacitetin që të përballojnë momentin e fundit. Për të dalë përpara popujve të tyre
dhe për të thënë do marrim dhe një tjetër në familjen tonë, nëse nuk kanë mundësi që këtë gjë të argumentojnë në një mënyrë të pranueshme për disa opinione publike që janë acide ndaj zgjerimit. Dhe ajo që mund të ndodhi është që të gjitha gjërat bëhen gati dhe në momentin e fundit, papritur pa kujtuar, një vend, dy vende, tre vende, dihet se kush janë, kanë qenë gjithmonë me këtë vështirësi, mos e gjejnë këtë kapacitet. Që do thotë që procesi mund të mbetet peng i këtij fakti. Plus, dinamika e Bashkimit Evropian është një dinamik shumë e paparashikueshme për shkak të dinamikave të brendshme politike. 2027 ka zgjedhjen në Francë. Franca është vend kyç. Dhe Franca e ratifikon antarësimin e një vendi të ri antar të Bashkimit Evropian, jo si të tjerët, por me 2/3 e parlamentit, ose me referendum popullor. Si që shifni, nëse ndiqni politikën franceze, për herë të parë, Franca ndodhet në kushtet që nuk bën dot qeveri të shumicës, si ka ndodhur kurrë më parë. Pse? Se ka shumë fragmentuar parlament. Plus që nuk dihet se çfarë qasje do të ketë presidenti apo presidentja në Francë kur zgjidhet. Dhe mjafton kjo për të mos pritur që gjërat të bëhen fakt dhe pastaj të mbetesh, por për të punuar në këtë drejtim. Tani, kur unë flisja në fillim për këtë, askush nuk e përkrahte këtë gjë. Sot që flasim, janë jo pak që e shikojnë me interes këtë qasje. Për sa i përket pastaj dëgjesës së morotovarëve, me që ata kanë filluar të flasin në emër të Berlinit, le të shkojnë të flasin në Berlin për këtë. Dhe le të shkojnë atje dhe të pyesin një herë në Berlin, ore, ja vlen të luftojmë ne për këtë punë, apo ta mbyllim gojën se jemi komplet jashtë loje. Edhe le të dëgjojmë që të i thonë Berlin. Po s'doja thonë këtë. S'doja thonë juve, domethënë, po unë e di se që do i thonë. Zotë Kryeministër, Blerina Gjoka Birn, për Porto Romanon, a mund të emërtoni shtetet dhe faktorët të cilët kanë bërë presion, që ju pretendoni se kanë bërë presion mbi procesin? Dhe a ishin ata shkaku që ky proces dështoi? Sepse unë e thash 2 herë. Tani çfarë bëj, unë bëj polemik dhe me ju tani? Jo, nuk po bëj, se mund ta bëj polemikën, se mund t'ju them që po ju kur flas unë dëgjoni apo prisni radhën që të bëni pyetjen tuaj, se unë e thash 2 herë që tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Unë e thash 2 herë. Por ama është e sigurt që faktor të ndryshëm, për arsye interesash të natyrave të ndryshme, dhe i përmenda cilët mund të jenë ta interesa, nuk e mirë presin ndërtimin e një porti të ri. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash që thash, ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve, nuk e mirë presin në ndërtojnë Shqipëri këtë port, sigurie të lartë. Se një port sigurie i lartë, si ai. Pra shkrimi i organizuar që ka bërë presion, si ato që zotrojnë kanalet e trafiqeve, si ta kuptoj? O zonjë. Atëherë, pyetja nuk ishte mbaruar, kisha dhe pjesën tjetër. A mund të shpjegoni publikut se çfarë do ndodh me që ky është një projekt i rëndësisë? Do t'ja shpjegoj kur t'jemi gati. Dhe do jemi gati shumë shpejt, thash, ne po e përgatisim hapin tjetër, por tani nuk mund të shpjegoj diçka që s'është gati, sepse duhet bëhemi gati dhe pastaj duhet të themi, kjo është rruga që do ndërtohet porti i ri dhe pastaj ato rrugë nuk kanë dalë dot askush. A mund të bëj edhe një pyetje tjetër? Po, patjetër.
me që ishim të deklaratat e ambasadave, si u lexuan, në fakt aty ka një fjali që nuk kërkohet që të mos pengohet puna e SPAK-ut dhe në raportin e fundit që ka dorëzuar SPAK në Kuvendin e Shqipërisë për punën e strukturës gjatë 2025-s, ka një fjali ku thuhet që shprehet shqetësimi i SPAK-ut për ndryshimet e mundshme ligjore që mund të kufizojnë punën e kësaj strukture. A do vijoj mazhoranca me ndryshimet ligjore që keni propozuar, që jeni dhe ju firmëtar, dhe ndoshta edhe ndryshime të reja që mund të konsiderohen si pengesë dhe kufizimi punës organeve të drejtësisë? Nuk kam lexuar këtë raport dhe nuk mund të komentoj diçka që se kam lexuar vetë, por në mirëbesimin tuaj që më dhat një ndjesi të tonit të një fjalie, mendoj që nuk është puna e SPAK-ut të i thot Parlamentit Shqipërisë çfarë do të bëj Parlamenti Shqipërisë. SPAK-ut të shofi punën e vet, ne do shohim punën tonë, ju do shikoni tuajën dhe të gjithë bashkë do bëjmë më të mirën që punët tona të bëhen sa më mirë dhe sa më mirë të bëhen punët tona, aq më mirë do të bëhet edhe Shqipëria. Dhe detyra ime është të mos ndërhyj në punën tuaj, detyra juaj është më lini të flas kur më pyesni. Detyra e SPAK-ut është luftoj korrupsionin, luftoj krimin e organizuar, e ka të gjithë mbështetjen tonë. Detyra jonë pastaj është që të bëjmë detyrën tonë kur vjen puna tek parlamenti, i cili është sovran dhe nuk varet as nga SPAK-u dhe as nga ambasadat dhe nga askush tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta, nuk kam asnjë problem unë me këto, ndërkohë që ndryshimi për të cilin ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raportin e SPAK-ut, nuk më ha mendja që të ka të bëjë me raportin, sepse raporti është normalisht një raport pune për një periudhë gjatë kohë, nuk besoj se është raport i lidhur me javën e fundit. Ai është një ndryshim i domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë në funksionet vitale të qeverisë apo të institucioneve tjera të cilat nuk mund ta delegojnë dot. Kupton? Ky është çështja, se këtu nuk pezullohet personi, këtu pezullohet funksioni. Këtë gjë nuk e ka ditur prokurori bashkë me gjykatësin që janë mbyllur bashkë të dy dhe kanë marrë vendim të pezullojnë një ministre, po në fakt kanë pezulluar funksionin. Funksioni sepse nuk e ka askush tjetër autoritetin me ligj që të vazhdojë të udhëheq ministrinë në mungesë ministrit. Është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Për sa i përket ndryshimeve të tjera, patjetër që ne do bëjmë ndryshime të tjera, sepse kemi kodin e ri penal, kemi ndërhyrjet e domosdoshme në kodin e procedurës penale, por gjitha këto nuk kanë ngut, për gjitha këto ne po punojmë, kemi një material shumë voluminoz edhe me shumë brum për tu diskutuar, që është drafti i përgatitur nga grupi i ekspertëve të pavarur shqiptar me në krye drejtorin e shkollës magjistraturës, është ripunuar dhe është në ripunim sipas informacionit që kam unë mbi bazën e gjitha vërejtjeve që janë bërë, po ndërkohë kemi dhe dy aleat në këtë proces, Ministrinë e Drejtësisë Italisë dhe Ministrinë e Drejtësisë Francës, me një rrjet ekspertësh që këto dy ministrina i kanë vënë në dispozicion dhe me të cilët do të rishikojmë gjithë kodin e ri, do rishikojmë normat e kodit procedurës penale. Për kodin e ri kemi dhe qeverinë holandeze të përfshirë që na ka vënë në dispozicion dy ekspert, kështu që çdo gjë është në kontroll në kuptimin e mirë të fjalës dhe patjetër në respekt plot gjitha standardeve europiane, ndërkombëtare etj. Nuk ka asnjë vullnet, asnjë tendencë, asnjë qëllim, asnjë ëndër për të kthyer mbrapsht gjërat që kanë shkuar përpara. Por detyra për të përmirësuar gjërat është e gjithë.
Oliver Dalmunça nga MCN Televizion. Zoti Kryeministër, ju përmendët pak ngritjen e një faktori publik që mund të përfshihet edhe në sektorin e naftës. Duke marrë parasysh situatën që mund krijohet në rajon për shkak të konflikteve ndërkombëtare. A mund të na tregoni disa detaje më shumë për këtë faktor publik? Dhe së dyti, a është ende në tryez projekti për ngritjen e një rafinerie në bashkëpunim me palën azere? Dhe ju lutem për të kuptuar pak në raport me integrimin, u the këtu po për ta qartësuar, mundësia për t'u integruar në mënyrë të pjesshme ose me faza, pra pa veto dhe pa komisioner, do të kërkonte prekjen e trakteve të brendshme të Bashkimit Evropian dhe ndoshta edhe një reformë të brendshme në Union. A mendoni që kjo do ta shtynte procesin për Shqipërinë? Dhe shumë shkurtimisht thjesht për të qartësuar pak pyetjen që u bë më herët. A mund të ndani me ne cilët janë këto faktorë që folët që mund të ndikojnë në projektin e Porto Romanos? Duke filluar nga fundi, nuk kam nevojë të ndaj me ju asgjë, mjafton juve të lexoni pak edhe të përpiqeni të kuptoni pak natyrën strategjike të atij porti edhe interesat që mund të jenë ndërthurura me të, edhe i nxirrni vetë gjithë faktorët, nuk ka në një shkencë, është shumë e thjeshtë. Ju mendoni që gjithë bota mezi po pret të ndërtohet një port i ri që të shërbej si bazë NATO-s në Shqipëri? Për shembull, në qoftë se e mendoni kështu që s'besoj, atëherë shikoni një botë që s'ekziston. Në qoftë se nuk e mendoni kështu, atëherë numërojini faktorët që nuk e mirëpresin këtë gjë. Edhe për te i kësaj, ju mendoni që të gjithë mezi presin që shqiptarët bëhen më të fortë edhe të bëhen më të zëshëm edhe të bëhen më të respektuar? Ju mendoni që në shumë çka ndodh në raport me ne në aspektin negativ nuk ka lidhje me këtë fakt? Do me thënë bota funksionon sipas atyre librave dhe manualeve të parimeve, normave, standardeve dhe nuk kam brapa asgjë tjetër? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që fuqizimi ynë që është real, ngritja jonë që është reale, zëri ynë që është real, nuk i ka lumturuar gjithë dhe nuk e presin gjithë me kënaqësi që shqiptarët të kenë një dominancë në një nyje strategjike të tregtisë edhe të mobilitetit mund mes të Europës. Si mendoni? Mendoni ju që të tjerët dikur kur e synonin Shqipërinë si bazë, si marrëdhënie, si ishin budallej edhe ishin të vendet vogla ato që i nguleshin këtu edhe donin me çdo kusht kishin këtu një këmbë? Të gjitha këto janë reale, i ka historia. Mirë po, kur historia është duke u bërë, ata që janë duke bërë historinë nuk janë të vetëdijshëm për masat e historisë që po bëjnë. Ndërkohë që nesër të gjitha këto që sot po bëhen në Shqipëri do lexohen ndryshe. Edhe nuk do lexoj më njeri artikujt me gënjeshtra edhe nuk do ndjeki më njeri debatet e një përfaqësuese të një medie që s'lë të flasi gjallë në botë kryeministin t'ja i përgjigje. Këto janë gjëra që sot bëjnë lajm, nesër i kujtojnë ata që duan dëshmor të gjallë të luftës me regjimin, pas nesër ikin, vinë tjera. Dërsa këto janë gjërat që mbeten. Për sa i përket asaj që the, jo, nuk është e vërtet. Sepse ajo që unë jam përpjekur të bëj dhe që tani ka filluar të ketë më shumë aleat, nuk është diçka definitive. Pra nuk bëhet fjalë për të kaluar, për të ndryshuar traktatet, të hiqet veto, të hiqet votat, jo. Bëhet fjalë për të ndërtuar një proces marrëdhëniesh dypalëshe midis shtetit të ri antar edhe Bashkimit Evropian.
me mekanizma që ata i gjenë vetë, se për gjithë mekanizma dhe për të dërtuar procese burokratike janë nishat dhe unë s'kam asnjë kapacitet që t'ju mësoj asgjë, por marrëveshje bilaterale ku vendi i ri antar heq dorë vetë për një periudhë kohe që do të duhet për të reformuar mekanizmin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian, që gjithmonë e kanë thënë se kanë bërë dot asnjëherë për arsyet që dihen. Dhe keni parasysh një gjë, kjo nuk është diçka që është pashur një natë në ëndër edhe fillova të flas. Kjo është diçka që ka qenë aty, ka pasur kohë më parë qasje të cilat janë të lidhura me këtë mënyrë të parit të nesërme të Bashkimit Evropian. Ka qenë kohë më parë ideja e krijimit një Europe me disa shpejtësi, e krijimit një Europe me disa kate, po themi, etj, ku një pjesë e vendeve sot faktikisht Schengeni që praktikisht i ka përmbledhur të tërë, ka qenë një mekanizëm që nuk e kishë, për shumë Rumania, Bullgaria, Kroacia ishin në BE, po s'ishin Schengen, për shumë. Ose kur kanë hyrë në BE në fillim Portugalia me Spanjën, nuk kanë pasur të njëjtat të drejta dhe të njëjtin akses në politikën bujqësore të BE-s, e të tjera. Pra BE-ja nuk gjendet e papërgatitur me këtë debat. Është një debat që sot ka marrë më shumë pesh për arsye që kuptohen lehtë, edhe për shkak të Ukrainës, edhe për shkak të rritjes disa forcave në vendet e Bashkimit Evropian që nuk janë shumë, për ta thënë lehtë, nuk janë shumë gatshme të pranojnë zgjerim, për shkak të vështirësive që kanë pas vetë ata në vendimarrje nga vetoja këtu e atje. Kështu ne nuk kemi asnjë arsye që të presim, dhe ndërkohë s'kemi asnjë arsye që të trembemi, përkundrazi ne duhet të jemi proaktiv, sepse është shumë e rëndësishme çfarë mendojnë vendet e reja. Jo të gjithë mendojnë si unë në vendet që duan të hyjnë. Ky është fakt, edhe ne bëjmë këtë debat me njëri tjetrin. Disa thonë, po pse ne t'i marrim gjitha. Po, t'i marrësh gjitha, problemi është ja i merr dot ajo. Ndërkohë që ne njerë duhet të hyjmë atje. Pastaj, pse çfarë qameti kemi ne që s'kemi veto për një periudhë, kujt do vëmë veto? Ne do vëmë veto këtu çohet një ambasadë, bën një deklaratë dhe tundet gjithë Shqipëria nga tenxheret që bëjnë sikur u çua Zoti i Madh dhe foli. Do mbajmë veto ne, se do shkojmë atje t'i vëmë veto Gjermanisë, Francës, Italisë. Ka vende, dhe ka shumë vende në Bashkimin Evropian, të cilat janë aty, nuk flas për të mëdhajet, ato vendosin, flas për të voglat që nuk e kanë përdorur kur veto. Dhe nëse kjo e lehtëson pozicionin e atyre që na marrin brenda, ne i themi okay, nëse ju vlen kjo gjë, pse duhet ne patjetër që në momentin e parë të kemi dhe deputetët tanë në Parlamentin Evropian, apo se i mungojnë Parlamentit Evropian druvarët që duhet ja çojmë ne me shpejtësi. Ne mund të jemi në një fazë parë me përfaqësues të quar nga partitë që rinë në rolin e observatorit, mësojnë atje, hapen zyrat, kuptojnë si funksionon Parlamenti Evropian, e kuptojnë që nuk është pyll, po që është një tjetër loj, e kuptojnë që aty nuk mund të marrësh fjalën për procedurë edhe të mbash peng Parlamentin me orë të tëra, e kuptojnë që aty po nxorë celularin, të vjen dikush nga mbrapa thot nuk është këtu vendi për nxjerrë celularin, Parlamentin Evropian. Dhe kuptojnë dhe gjëra tjera dhe pastaj vjen momenti, bëjmë edhe ne
me zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe kemi dhe ne deputetët tanë. Çfarë këto pengese ka këtu, apo u shqetësuan molotovarët se u prish ëndra e madhe e tyre që e marrin zvar, duke marrë zvar ca të verbër në rrugë, vetëm për të nxjerrë fotografi si digjen kazanët e Tiranës, edhe se si gjuhet me molotov, edhe se si po bllokohet këtu lufta kundër korrupsionit. Ndërsa për sa i përket rafinerisë, nuk kemi një projekt konkret, kemi pasere interesime, por nuk kemi një projekt edhe për shkak se rafineritë, besoj e dini, janë gjithmonë më pak tërheqëse në kontekstin e proceseve që ka Europa, në kontekstin e proceseve që kemi ne dhe për momentin nuk kemi në një gjë që t'ju them që po është konkrete. Sepse ka dhe gjë tjetër që keni parasysh që ne kemi një avantazh shumë të madh për faktin që jemi një vend me energji të pastër 100%. Futja e një komponenti si rafineria e ndryshon atë përmbajtjen e portofolit tonë energjetik. Edhe kjo ka të mirë dhe veta, përse i përket impaktit e rafinerisë, por ka dhe të këqijat e veta, se pastaj futesh në listën e ndotësve, dhe ndotësit paguen më shumë me çfarë është bërë gati në Bashkimin Evropian. Përsa i përket atij faktorit publik që thash, nuk kam çfarë të them në gjë më shumë, sepse është diçka që po e bëjmë gati, thjesht do të ndërtojmë një strukturë, besojmë që e kemi një strukturë që mbi cilën mund të futet dhe ky komponent, që të marri fuqinë dhe mandatin zyrtar për të bërë garantusin e sasive të naftës që i duhen tregut që të balancohet. Besojmë. Dhe kjo është një praktikë që e kanë shumë vende, nuk është diçka që do e shpikim ne. Nuk është konferenca vitit ri, kështu që nëse ka ndonjë gjë që nuk u tha, bujrëm, po mos përsërisim pyetjet. Bekim Bicin nga Ora News. Zoti Rama, prej disa ditësh sistemi i Parlamentit të Shqipërisë është jashtë funksionit, kjo për shkak të një sulmi kibernetik, po ashtu nga Irani, për cilët thatë ju që do të ndërmerr një rezolut ndaj këtij shteti. A ka qeveria një plan për mbrojtjen kibernetike, pasi duket që mbrojtja kibernetike aktuale, të paktën referuar mbrojtjes nga sulmet nga Irani, duket se po dështon? Kush e thotë apo? Sulmet e njëpasnjëshme. Ashtu. Tani, ne kemi një kapacitet mbrojtës kibernetik që është nga më të mirë në Europë. Dhe këtë nuk e them unë, po për këtë ne ftohemi edhe respektohemi në mjediset europiane dhe të NATO-s që merren me këtë pjesë. Por problemi ynë është që nuk kemi përfshirë ende të gjithë sistemin brenda rrjetit mbrojtjes. Dhe faktikisht Parlamenti nuk e ka përfshirë në sistemin ton të mbrojtjes kibernetike pjesën e vet. Tani mos më pyesni për arsyet e për këto e për ato, se janë sa banale, aq edhe të panevojshme për të bisedë. Por ama e vërteta është që në ndërkohë nuk ka probleme me kriticitetin e zonave ku ata mund sulmojnë. Dhe keni parasysh një gjë. Ne sulmohemi nga Irani për ditë. Nuk sulmohemi një herë. Për ditë. Nuk kanë ndalur asnjëherë sulmet. Dhe këto janë të dhëna sensitive, po të shikoni se
se në sistemet e mbrojtjes kibernetike ka lexim dhe gjurmë të çdo sulmi. Dhe po të shikoni bilancin e sulmeve që i bëhen Shqipërisë çdo ditë dhe çdo vendi, po Shqipërisë posaçërisht sepse ne kemi Iranin kuriz, është jashtëzakonshëm. Por nuk kam pas asnjëherë sukses në pjesën e infrastrukturës kritike. Institucionet e tjera që nuk janë në këtë sistem do të futen hap pas hapi, mos harroni që kërkon edhe financim. Dhe sektori privat duhet bëhet gjithmonë më i ndjeshëm dhe duhet të hyjë në sistem. Bankat janë bërë pjesë, sepse e kanë kuptuar sensitivitetin, ndërkohë që të tjerë duhet ta bëjnë, sepse jo për shkak të ndonjë arsye tjetër, por për shkak të një sistemi të tërë kriminal, gjobash që vendosen nga hakerat dhe i vjen gjoba gjithë dynjas, të bllokojnë komplet të dhënat dhe thonë paguaj kaq që të lirojmë. Kështu që po nuk kemi probleme ne nuk na bëjnë dot asnjë dëm të madh, siç mund na kishim bërë në momentin kur na kapën, ende jo plotësisht përgatitur për të mbrojtur. Mbrojtja jonë kibernetike është spektakolare. Këtë mund ta them me plot gojë. Kemi aleatët më të mëdhenj dhe më të ditur për këtë punë, edhe kemi një sistem nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim dhe ndjes për kolegen tuaj. Faleminderit.